Aksionet të mëdha janë duke u zhvilluar në Kosovë pas dyshimeve për manipulim të zgjedhjeve parlamentare të 28 dhjetorit. Prokuroria dhe policia kanë intervistuar qindra persona dhe dhjetra janë ndaluar për shkelje të ligjit. Dallavere me vota u raportuan në shumë komuna të Kosovës. Një nga rastet më flagrante të manipulimit ka ndodhur në komunën e Prizrenit, ku gjatë rinumrimit të votave është zbuluar se rreth 45.709 vota ishin shtuar ose hequr gjatë procesit të numrimit fillestar. Kjo ka ngritur dyshime të forta duke rrezikuar besueshmërinë e gjithë sistemit zgjedhor. Komisioner që ishin të angazhuar në procesin e numrimit të votave janë thirrur për intervistim nga Prokuroria e Prizrenit, ku më pas për disa është caktuar edhe masa e paraburgimit. Në përpjekje për të zbardhur këto manipulime janë sekuestruar gjithsej 108 telefona celular, të cilët do përdoren për të analizuar çdo komunikim të mundshëm që mund të lidhë individet me falsifikimin e rezultateve. Hetimet janë të përqendruara në zbardhjen e çdo lidhjeje, marrëveshje dhe koordinimi që mund të ketë ndodhur mes komisionerëve, kandidatëve dhe zyrtarëve të tjerë gjatë numrimit të votave, të cilët mund të rrezikojnë me burgim deri në 5 vjet. Një tjetër komunë ku janë evidentuar manipulime është Mitrovica, përkatësisht komuna e Mitrovicës së Jugut dhe Veriut, si dhe Leposaviqi, Zubin Potoku dhe Zveçani. Hetimet në këto zona kanë quar në ndalimin e 34 individëve, shumica e të cilëve ishin kryesues të komisioneve të numrimit. Prokuroria ka kërkuar paraburgim prej 10 prej tyre, duke theksuar se këta individ dyshohen për ndërhyrje të palegjshme në procesin zgjedhor dhe falsifikim të rezultateve të votimit. Pas këtyre zhvillimeve, një operacion masiv hetimor është zhvilluar në disa komuna, përfshirë Malishevën dhe Gjakovën. Në këto zona janë identifikuar gjithsej mbi 50 komisioner të dyshuar për manipulime me vota. Sipas burimeve të sinjalit, këta komisioner dyshohen se kanë ndërhyrë në procesin e numrimit të votave, duke manipuluar me rezultatin final të zgjedhjeve. E në Malishev janë ndaluar disa komisioner dhe kryesues të komisioneve zgjedhore për manipulim të votave. Gjykata ka caktuar 1 muaj paraburgim për ta, ndërsa hetimet për manipulimet vazhdojnë në të gjithë territorin e Kosovës. E tash së fundit dyshohet për mos përputhje në numrin e votave të kandidatëve për deputet pas përfundimit të numrimit në komunën e Podujevës, ku prokuroria themelore në Prishtinë ka njoftuar se ka autorizuar policinë e Kosovës për mbledhjen e provave lidhur me dyshimet për shkelje të drejtave të votimit. Por çfarë parashej ligji në lidhje me këtë çështje? Sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës, manipulimi i votave dhe falsifikimi i rezultateve zgjedhore është një vepër penale e rëndë dhe përbën një shkelje serioze të ligjit, e cila mund të çojë deri në 5 vjet burgim. Manipulimi i votave në zgjedhjet e 28 dhjetorit nuk ka lënë pa tërhequr vëmendjen e mediave të huaja, të cilat kanë raportuar për këto parregullsi. Autoritetet ndërkombëtare, përfshirë Bashkimin Evropian dhe Kombet e Bashkuara, kanë shprehur shqetësimin për këto manipulime dhe kanë apeluar për një proces të drejtë dhe transparent të hetimit.